Përshëndetje miqtë e Radio EANI. Sot në rubrikën tonë Mjeshtrat e zanatit tradicional shqiptar kemi ardhur në showroom Lumja Ver, ku Juri realizon punime prej druri. Në fakt zanata e ka trashëguar nga babai i tij, më pas ai ka emigruar në Francë, ku atje ka nisur të punojë me punime elektrike dhe pas që është rikthyer në Shqipëri ka filluar të merret me punime tradicionale me dru dhe tashmë ka bashkuar dy profesione, atë të elektrikut dhe të artit të drurit. Ai prodhon abazhure mjaft të bukur, prodhon mbajtëse shishesh të verës, por edhe punime të tjera prej duri, që në fakt ka interes edhe tek shqiptarët e Shqipërisë në diasporë, por edhe tek të huajt, sepse janë punime vërtet tradicionale shqiptare. Sot Juri do të na tregoj se si e nisi këtë zanat, çfarë punimesh realizon, materialet që përzgjedh për të bërë këto punime dhe çfarë është më interesante në këtë zanat për të dhe nëse ky zanat po trashëgohet edhe tek brezi i ri, pse jo tek fëmijët e tij. Këtë zanat kam 7-8 vjeç që merrem vetëm me punimet me dru. Me kryesisht ambazhurat dhe dekorimet të ndryshme druri. Me djegje, me rimes të drurit, që është ky lloj ambazhuri me kaqillol, që është dru, se duket sikur po është druarre, i kombinuar me ngjyra, sipas kërkesave të klientëve. Me punimet artizanale marr qysh i vogël, kryesisht e marr me metalet si fillim, me babain. Pastaj, mas shumë vitesh, emigrova në Francë, dhe atje mora një rrugë tjetër, me fillova me to ambazhurat, këtë druri. Kam mbaruar dhe shkolla në Francë, për instalime elektrike për brend në shtëpisë. Dhe aty zbulova ambazhurat dhe fillova vetë, të i krijuar vetë pastaj. Nga fillimi deri në fund, modelet e gjitha me radhë. Materialet e drurit do marr në Shqipëri, po janë materiale cilësore që vijnë nga jashtë Shqipërisë. Dhe pastaj i përpunoj të gjitha vetë këtu këtë punishtja, nga fillimi deri në fund. Dhe këtu krijoj dhe të gjitha modelet e gjithçka brenda në punishtje. Unë punoj vetëm këtë punishtja, po kam edhe bashkëshorten që më ndihmon te pjesa e marketingut, me klientët. Ndoshta gjitha produktet i realizoj vetë. Përveç ambazhurën, krijoj edhe me më shumë mbajtëset e shisheve të verës për druri, murale ose që vendosin mbi rafte, tavolina, kështu, edhe me personalizime për biznes ose për një mesazhe të shkurtra për një dhuratë për familje apo sipas kërkesës së klientit. Materialet për shembull për ambazhurat përdor kryesisht druarre, au dhe lisi për ambazhurat që janë me rimes të drurit të holla. Ndërsa për produktet e mbajtjes së verës dhe produktet për qirije, përdor dru, pisha ose bredhi, se përdor në mënyrën e djegjes, që të marrë ato nuancat e djegjes. Është druri që krijon bukurinë kur e djeg. Është i vetmi dru që jep aq bukur, domethënë kur digjet. Unë i krijoj modelet vet. Të gjitha modelet i krijoj vet. Pastaj klienti mund të zgjedhin për shembull ngjyrën, madhësinë e produktit, po nuk para dal ka produktet që prodhoj vetë. Kryesisht këto që kam krijuar vetë, thjesht modifikoj gjëra që për të përshtatur biznesit ose shtëpive. Ky zanat, këto produktet artizanale vlerësohen shumë nga njerëzit, sepse këto janë me pakisë dhe ai që i merr i vlerëson jashtëzakonisht. Kemi pasur klient të huaj, kemi nga Italia që vinë shpesh, që kemi më shumë, kemi nga Greqia, ka dhe pjesë tjera për shumë pak. Po janë klient që vinë në Shqipëri të huaj dhe
kanë ardhur deri te punishe përveç online me I parë produktet vet. Po, ke fëmijë duken sikur 4 heqe që e kanë qef, jepet për dorshme. Dhe më kujton vetën tim, se edhe aq kam qenë, si puna tyre ku mesha jo me trapane, jo me gjëra të vogla, sipas moshës, dhe më kujton vetën ku I shoh tani fëmijët. Se kanë të voglin 6 vjeç dhe shoh ku ai merret punon ai gjë me atë fantazitë e vet, pa I kërkuar asgjë, domethënë. Kjo është një ambazhur që merr formën e një kungulli kur fillon, se kështu duket I hapur, po kur fillon e mbyllet, merr formën e një kungulli dhe ky do diku 4-6 orë total për të përfunduar. Ja, shikoni edhe këto janë montim artizanal, I kam krijuar vetë, që janë sa më praktike. Tani do shumë kujdes, sepse jemi drejt fundit dhe nëse dëmtohet një fletë ka këto I bie ta bëj nga fillimi të gjitha. Në punishe unë zakonisht vin nga ora 8, masi çojmë fëmijët në shkollë. Vin në orën 8 dhe ndërsa mund të shkoj edhe deri në 9 darkës, për shembull 10. Nuk është se kam orare, nëse ka porsi që duhet I marrë, do rri kohë të gjata. Objektet që marrin më shumë kohë janë këto lloj ambazhuarsh, po masit e mëdha. Që kalojnë mbi 1 metër e ca për shembull, se kanë fletë shumë gjata dhe duan shumë kujdes dhe ka shumë fleta se kjo për shembull. Kjo ka diku ka 16 fleta, për shembull një I madh shko ke 30 e ca fleta druri, plus që janë fleta nga 1 metër për shembull. Dhe duan shumë kujdes, sepse janë shumë gjata dhe para se të montohet janë delikate. Po masi montohet për shembull nuk e gjen asgjë. Këto lloj objekte rezistojnë shumë kohë të gjata, se është dru plus kanë veshje me ngjyra, ka edhe një llak që ti mbaj të rezistojë ngjyrës dhe ta mbaj drurin dhe nuk është se gjen asgjë. Kur vendoset në vend nuk e gjen, mund të rezistojë vite e vite. Nuk e gjen asgjë. Kjo përshtohet pjesët elektrike, për të cilën unë kam bërë shkollën në fillim, edhe tani e kam lidhur me prodhimin e ambazhurave. Tani bëjmë ngjitjen përfundimtare. Ja pra, edhe përfundimi. Edhe arsyeja pse unë I vendos ngjyrë nga brenda, që t'jap efektin e ndriçimit. Ndërsa ka jashtë është pjesa e drurit.